Të nderuar nxënës, prindër dhe musafir të tjerë, mirë se ardhët në kuizin e diturisë nga lënda e fizikës. Kuizi sotëm është jubilar, sepse që nga viti 1992-93 kemi organizuar 19 sosh, prandaj ky është i 20-ti. Mbas është mirë ta cekim se kuizat e mëhershme janë mbajtur për nder të festave të nëntorit, 7 marsit, ditës ndërkombëtare të mësuesit, për nder të ditës së shkollës dhe si vjet po e mbajmë për nder të 1 qershorit, ditës ndërkombëtare të fëmijëve. Vlen të theksohet se në të gjitha këto kuize, nxënësit kanë treguar njohuri të mira për lëndën e fizikës dhe dashurinë e tyre për të gjurmuar dhe për të hyrë në thellësitë e panjohura të kësaj shkence. Tani, me nder të madh, ftoj Albion Sherifin, ish nxënës i kësaj shkolle. Të nderuar nxënës, prindër dhe arsimtar, ndjehemi privilegjuar të flas në një ngjarje të tillë, tash pas sa kohë kur edhe vetë dikur isha njërin nga nxënësit pjesëmarrës në kuizin organizuar nga arsimtari i respektuar zotëri Gani Xhemaili. Natyrshëm të krijohet bindja e një pune të palodhshme, plot energji dhe pasion, e cila rezulton në organizimin dhe mbajtjen e këtij kuizi në vazhdimsi. Kjo padyshim që meriton përkrahjen institucionale dhe morale nga gjithë ne. Më lejoni t'ju përmend se ky kuiz është organizuar në vazhdimsi, madje fillesat e saj janë që nga koha e okupacionit që njerëzit tregon qartë vullnetin, sakrificën dhe marrjen e përgjegjësisë për të kultivuar një formë të tillë edukimi. Në kohën kur edhe të jetojë edhe të flisje shkruaje shqip, paraqiste pengesë për organet shtetërore të asaj kohe. Sot kjo ngjarje feston ditëlindjen e saj të 20, gjë që paraqet një pasuri të veçantë të arsimit në komunën tonë. Një proverb i lashtë kinez thotë se nëse dëshiron të shkatrosh një shoqëri, mbyll shkollat, teatrat dhe kinemat, atëherë shkatrimi shoqëror është i vetkuptueshëm. Të vendosësh një gur të vockël në murin e lartë të edukimit shoqëror përbën një sakrificë dhe merit sublime. Andaj nuk më mbetet gjë tjetër veçse të përgëzoj organizatorët dhe të gjithë ju për këtë ngjarje kaq madhështore dhe kaq të veçantë që më bën të jem krenar që dikur isha nxënës i kësaj shkolle, nga ku formsua dhe mbeti në kujtesën time gjithë mundi i stafit mësimor që shërben për të shëndërtuar të ardhmen e shumë gjeneratave në vijim. Suksese, faleminderit. Me kënaqësi në fund, do t'u falenderojmë të gjithë ata që në forma të ndryshme na ndihmuan që të realizojmë këto kuize, siç janë donatorët, ndërmarrja shërbyese Gjamprerës Forma Glass, pronar Sadek Hajdari, ndërmarrja shërbyese Ferplast, gypa të plastikës, pronar Vlezrit Krasniqi, ndërmarrja shërbyese Besa, vendosja dhe mirëmbajtja e instalimeve elektrike, pronar Bahri Xhemaili, Shitoria të Armendi, pronar Armend Xhemaili dhe sponsor kryesor ndërmarrja e tregtarit Doni Fruc, pronar Hajru Shameti. I falenderojmë gjithë këta donatorë që na ndihmuan. Tani me nder të madh ftoj arsimtarin e fizikës zotri Gani Xhemailin. Faleminderit Albion, shumë faleminderit Albion, nxënës i kësaj shkolle në vitit e mëhershme. Faleminderit Alma. Të dashur nxënës, prindër dhe mësafir, sot jemi të buar këtu që ta ndjekim kvizin e turistë në lëndën e fizikës të 20-tin me radhë, të organizuar në shkollën e mesme të ullet Irene Imderada këtu në Frejzaj, nga mësimdhënësi i kësaj lande Gani Xhemaili. Besojmë se kjo formë ngare e mësimit na ka ndihmuar që ta duam më shumë dhe me këtë dashuri të hyjmë më thellë në fshehësitë e shkencës së fizikës. Ju dëshiroj qaste të bukura me garusit tanë. Ju falenderoj. Para se ta fillojmë kvizin nga lënda e fizikës, po ju informoj nxënës dhe juve prindër dhe mësafir të tjerë se unë kam bajt një test kualifikues në kuadër të shkollës të klasëve 6 dhe të 7, ku kanë marrë pjesë 18 ekipe
llogaritur nga 3 nxënës, bëjnë 54 nxënës. Dhe prej tyre janë zgjedhur 4 ekipe të 4 paraleleve. Këto janë e 6-1, e 6-3, e 7-2 dhe e 7-3. Këto 4 ekipe janë kualifikuar për kvizin e satëm. Unë javë kam një bëzh të madh këtyne fëmijëve, sepse testi është mbajt me 8 maj të këtij viti dhe ka qendash të mbahet 1 qershor ditën ndërkombëtare të fëmijëve, edhe kanë bukur një stres të gjatë për kushte të arsyeshme. Kvizi mbahet sot, po ju mendoni se sot është 1 qershori, dita ndërkombëtare e fëmijëve. Më nxjerr mu nga ai stres që fëmijët e kanë që sa një muaj ditë e duni durtokitje të madhe për këta nxënës. Më pas do t'i ftoj ekipet që do të garojnë në këtë kviz nga lënda e fizikës. Ekipin e klasës 6-1 e përbëjnë Entela Bajrami, Angjelusha Qukovci dhe Marigona Jakupi. Ekipin e klasës 6-3 e përbëjnë Endret Berisha, Redon Salihu dhe Gent Krasniqi. Ekipin e klasës 7-2 e përbëjnë Florian Halimi, Erona Luri dhe Angjelush Hoti. Dhe ekipin e klasës 7-3 e përbëjnë këta nxënës: Loresa Hashani, Fëllënza Hyseni dhe Ardita Aslani. Ju fandejt me durtokitje ban këtyre ekipeve. Më lejonin që si në kvizet tjera edhe kësaj radhe ta prezentoj një komision i cili e ka për detyrë ta përcjell punën time, do me thënë që të bën shime ose gabime sa më të vogla, por kësaj radhe ka një detyrë pak më të madhe, përveç që klasa paralelja do të zgjidhet më e mirë përmes tabelës poenave atje, këta këtë të zgjedhin edhe 3 nxënës si më të dalluarit. Për komision kam propozuar Ramiz Shabani, mësimdhënës i fizikës në shkollën Jetë e Re Greme. Mirë se vjen. Sadie Grainca, mësimdhënës e fizikës në shkollën Astrid Bityqi Ferizaj. Dhe 3, Mimoza Regjepi Ramadani, mësimdhënës e fizikës në shkollën Galimete Tërbeshi Ferizaj. Falënderit komisionin, në përgjigjet që keni ardhur, keni prezentuar këtu. Tash do t'ju tregoj nxënësve, por ju publik i nderuar, se ekzistojnë disa rregulla sa i përket kvizit që do të mbahet në vazhdim. Rregullat janë kështu. Atje në ekran shifët mënyra e formës se si do t'i vlerësojmë në këto ekipe së bashku me komisionin. Nëse nxënësi jep përgjigje të saktë, i ka 5 pikë, 5 poena. Në ndër, përgjigja nuk e di, nxënësi ka drejt thotë dhe mund ta vlerësojë komisioni ose ta merr 1 poen. Përgjigja jo e saktë i ka 0 pikë, 0 poena. Koha e dhënies përgjigjes pas mbarimit të shtrimit të pyetjeve është 15 deri në 15 sekonda. Nëse
tabela e kvizit I turisë atje që shifët, vajzat që komisionu pikët që vlerësohen nxënës nga ne dhe komisioni, I kanë 10 pyetje në pjesën e parë. Mbledhen gjithsej poenat, caktohet klasa, nëse ka zonë vend e parë, 1, mbetet e para, nëse ka klasë që kanë me pikë të njëjta, vazhdohet me nga 3 pyetje plotësuese. Nëse përsëri mbledhen pikët, caktohet vendi, përsëri ka paralele që kanë pikë të njëjta, vazhdohet vetëm me nga një pyetje plotësuese. Sa zgjatë, ne s'mund të parashikojmë, por dëshira ime që këta fëmijë, sikur disa shumë kvize tjera të shkojnë edhe me pikë, me pyetje plotësuese. Sidoqoftë, ne duhet trokitje nxënësve. Besoj se janë plotësuar kushtet që të filloj kvizi me parashtrimin e pyetjeve për nxënës klasë. Shkojmë pyetja e parë për ekipin e klasës 6-1. Falë numrin e pyetjeve 1 ose 2, keni drejt me zgjedhje. 2. 2. E 6 tani numër 2. Faleminderit shumë, Elza. E 6-ës 3 I mbetet numri I pyetjeve 1, apo? I rregullut atje, radhitje, edhe ju komisioni keni, I shenut, Elza. E 7-2, numri I pyetjeve zgjedhëm 2. Si? 2. E 7-2, 2. Juve ju mbetet numri pyetjeve 1. Jem gati. Jem gati e 6-1, po filloj me juve. Sistemin internacional e përbëjnë nën A, 5 mallësi fizike, nën B, 6 mallësi fizike, nën C, 7 mallësi fizike, nën D nuk e di. Nëse e thu sa mallësi, do t'i thush cilat janë. Sistemin internacional e përbëjnë 7 mallësi. Ato janë gjatësia apo rruga, njësia metre, mosa... Njësit s'ka nevojë. Gjatësia apo rruga, mosa, koha, intensiteti I dritës, intensiteti I rrymës elektrike, temperatura absolute edhe sasja së. Plotësisht sakt, 5 poena. Pyetja e parë për ekipin e klasës 6-3. Një mililitër është I barabartë. Nën A, thot 1 mililitër I barabartë me 1 decilitër. Nën B, 1 mililitër I barabartë me litër. 1 litër. Nën C, 1 mililitër është I barabartë me 1 centimetër kub dhe nën D nuk e di. Mendoni, mos u ngut. 15 sekonda. Unë mendoj se përgjigjja e saktë është nën C, 1 mililitër është I barabartë me 1 centimetër kub. Faleminderit, e saktë plotësisht 5 poena. Vazhdoj me pyetjen e parë për ekipin e klasës 7-2. Kjo pyetje shtrohet kështu. Densia e lëndës është e barabartë me nën A, rho barazi me m rv, nën B, rho barazi me m mbi v, nën C, rho barazi me v mbi m, nën D, rho barazi me m mbi s dhe nën E nuk e di. Nëse e thu, cili opcion, cila kërkesë është e saktë, duhet ta lexosh atë formulë. Atëherë përgjigjja e saktë është nën C, rho e barabartë nën B, rho e barabartë me m thye për v, që ndryshe lexohet densitet, densiteti është I barabartë me hersin e masës dhe vëllimit. E saktë, plotësisht e saktë, 5 pikë për ekipin e klasës 7-2. Vazhdoj me pyetjen e parë për ekipin e klasës 7-3. Kjo pyetje shtrohet. Cili trup nga figurat ushtron shtypje më të madhe në rër dhe pse? Nën B nuk e di. Shiko, ke 3 trupa aty, ata nuk bajnë shtypje të njëjtë, të ndryshme, ju do të thoni cili trup ka shtypje më të madhe, me numër 1, 2 ose 3.
Atëherë është figura numër 3 për shkak se sa më e vogël të jetë sipërfaqja, aq më e madhe do të jetë shtypja. Plotësisht e saktë, 5 pikë. Vazhdoj me pyetjen e dytë me ekipin e gjashtës ne. Kjo pyetje shtrohet. Kur në çajin e nxehtë luga e ftoftë, futet luga e ftoftë. Në A, çaji i nxehtë, çajit i ngritet temperatura, në B, çajit dhe lugës i ngritet temperatura, në C, çajit i zvoglohet ndërsa lugës i rritet temperatura, në D nuk e di. Cilin nga këto kërkesat është e saktë? Kur në çajin e nxehtë futet luga e ftoftë, çajit i zvoglohet temperatura ndërsa lugës i rritet temperatura. Plotësisht e saktë, 5 pojena. Pyetja e dytë me radhë për ekipin e klasës 6-3. Cilat dimensioni e jamosin trupit menonius dhe si? Cilat dimensioni dhe si? E ki edhe opcioni nuk e di. Cilat dimensioni jamosin? E kena pas eksperiment në orë mësimore. Mendoni atje. Koha. Me sipat jashtë, jamosim, me sipat lartë, jamosim dimensionin e brendshëm, ndërsa me sipat poshtë, jamosim dimensionin e jashtëm. Dhe me bishtin metalik, jamosim thellësin. Plotësisht e saktë, 5 pojena. Vazhdoj me pyetjen e dytë për ekipin e klasës 7-2. Kjo pyetje shtrohet kështu. Ku qëndron dallimi në mes të gradës së Celsiusit dhe gradës së Kelvinit? Është edhe opsioni kërkesa në B nuk e di, e merr 1 pikë. Gradë Celsius dhe gradë Kelvin janë të barabarta, dallimi qëndron se gradë Celsius fillon prej zerës ku ngrihet uji, dhe sa gradë Kelvin fillon prej zerës absolute apo prej temperaturës më të ulët që mund të shkaktohet në natyrë, minus 273. Plotësisht e saktë, 5 pojena. Vazhdoj me pyetjen e dytë me radhë për ekipin e klasës 7-3. Kjo pyetje i ka 4 kërkesa. Për të krijuar zëri duhet të ekzistojë në A. Perioda dhe frekuenca e valës zanore, në B. Gjatësia e valës zanore, në C. Burimi i zërit dhe mediumi, në D nuk e di. Cilat nga këto kërkesa është e saktë? Ne mendojmë se për të krijuar zëri duhet të ekzistojë burimi i zërit dhe mediumi në C. Plotësisht e saktë, 5 pojena. Vazhdojmë me pyetjen e tretë për ekipin e klasës 6-1. Ani dur trokiti aty në atje. Kjo pyetje shtrohet. Në figurat më poshtë tregon cilët trupa tërhiqen, refuzohen dhe cilët janë elektrizuar, janë me elektricitet elektroneutral dhe pse. Edhe një herë. Në figurën më poshtë tregon cilët trupa tërhiqen, refuzohen dhe cilët janë elektroneutral dhe pse. Cilët tërhiqen dhe refuzohen, cilët janë elektroneutral edhe pse. Nën A, nën B, nën C, nën D, nën E nuk e di. Nën A. Çka mendoni nën A? Ne mendojmë se në figurat më poshtë tregon cilët trupa. Shko me radhë, nën A. Nën A janë tërhiqen. Nën B. Nën B refuzohen. Nën C. Nën C janë elektroneutral. Pse tërhiqen? Sepse janë plusi dhe minusi, pole të ndryshme. Nën B pse refuzohen? Sepse janë pole të njëjta. Pyetja po thot pse. Dhe nën D? Sepse elektroneutrali është negativ. Elektroneutrali s'ka elektricitet, nuk ka. Dhe është asas. Forcë elektrike. E saktë? Plotësisht e saktë, 5 pojena. Vazhdoj me pyetjen e dytë për ekipin e klasës 6-3. E tretë.
Në figurën më poshtë paraqiten forcat. Nën A, cila forcë, nën B, cila dhe nën C nuk e di. Nën A, cila forcë? Cila forcë nën A? Nën A paraqitet forca tërheqëse, Po? kurse nën B forca refuzuese. Këto dy forca, çfarë forca janë? Forca magnetike. Ja, janë magnetike. Dhe që shtove, elektrike janë. E sakt, apo komision? E sakt? 5 pikë. 5 pikë për ekipin e klasës 6-3. Vazhdoj me pyetjen e tretë për ekipin e 7-2. Trupi me masë 20 kg. Nën A. Më shpejt bie në tokë, edhe pse? Nën B. Më ngadalë bie në hënë dhe pse? Opcioni tretë është nën C, nuk e di. Shkojmë te e para. Më shpejt bie në tokë, pse? E 7-2. Për shkak të nxittimit gravitacional, bie më shpejt në të dyja rastet. Me shpejt në tokë. Në tokë. Ndërsa më ka dalë në hënë. Për shkak të kujt? Të nxittimit gravitacional. Shumë bukur, e sakt, 5 pikë. Toka e ka 9 pikë të atë 1 metrë mbi sekond katror, hëna është 1,6 metrë mbi sekond katror. 5 pikë, vazhdoj me ekipin e klasës 7-3, pyetja e tretë. Veshi i njeriut regjistron valët e zërit me frekuencë. Nën A, prej 16 Hz deri në 10.000 Hz, nën B, prej 16 Hz deri në 20 kHz, nën C, vetëm 16 kHz dhe nën D nuk e di. Cila nga kërkesat është e saktë? Ne mendojmë se veshi i njeriut regjistron valët e zërit me frekuencën prej 16 Hz deri në 20 kHz. E saktë, 5 pikë. Vazhdoj me pyetjen e 4 me radhë për ekipin e klasës 6-1. Kjo pyetje shtrohet. Nën A, bashkëveprimi i trupave të elektrizuar mund të jetë. Nën B, bashkëveprimi i trupave të magnetizuar mund të jetë. Nën C, bashkëveprimi gravitacional mund të jetë. Shkojmë mbas të opsioneve, shkojmë te e para. Bashkëveprimi i trupave të elektrizuar mund të jetë çfarë? Bashkëpunimi i trupave të elektrizuar mund të jetë tërheqës dhe refuzues. Ashtu nën B, çfarë? Të magnetizuar, çfarë? Magnetet çfarë? Si të magnetet kena pas në urë në. Si? Tërheqës dhe refuzues. Ashtu, edhe në C, bashkëpunimi gravitacional çfarë mund të jetë? Tërheqës. Plotësisht e saktë, 5 pikë. Vazhdoj me pyetjen e 4 me radhë për ekipin e klasës 6-3. Parashtesat për shumë fisha të njësive janë marrë. Nën A, nga gjua latine, nën B, nga gjua greke, nën C, nuk e di. Parashtesat për shumë fisha të njësive janë marrë nga gjua greke. Plotësisht e saktë, 5 pikë. Pyetja e 4 me radhë për ekipin e klasës 7-2. Vegla për matjen e kohës gjatë eksperimentit quhet nën A, kronometër, nën B, metronom, nën C, nuk e di. Ju mendoni në klasë se i kena pasur mjetë mësimore. Cila nga këto kërkesa është e saktë? Ne mendojmë se vegla për matjen e kohës gjatë eksperimentit quhet B, metronom. Quhet metronom, a jep tinguj gjatë matjes së eksperimenteve. E saktë, 5 pikë. Vazhdoj me pyetjen e 4 me radhë për ekipin e klasës 7-3. Ligji Paskalit thot:
duhet të thoni që ka thot ligji Paskalit. Ligji Paskalit thot, legjet dhe gazat kur janë të mbylla shtypenjashtin e barti njësojnë në të gjitha drejtimit. Plotësisht e sakt, 5 pikë. Pyetja e 5 me radhë për ekipin e klasës 6-1. Motorit të makinës i qitet vaj. Pyetja është pse? Pse i qitet vaj motorit të makinës? Motorit të makinës i qitet vaj sepse për t'i jap energji për të ecë më shumë. Nuk është e saktë. Përgjegjja nuk është e saktë, 0 pikë, për ta zvogluar forcën e fërkimit. Vetëm për atë. Vazhdoj me pyetjen e 5 me radhë për ekipin e klasës 6-3. A janë të sakta këto barazime? Nën A, 1 litër barazime 1 decimetër kub, nën B, 1 litër barazime 1 10 në minus 3 metër kub, nën C nuk e di. Nëse thu po, jo, është fjala për 2 barazimet, a janë të sakta për të dyjat? 6-3. Ne mendojmë se këto barazime janë të sakta. Plotësisht e sakt, 5 pikë. Vazhdoj me pyetjen e 5 me radhë për ekipin e klasës 7-2. Ligji Arkimedit thot. Ligji Arkimedit thot se një trup i zhytur krejtësisht ose pjesërisht në një lëng shtytet nga një forcë e cila është e barabartë me peshën e atij lëngut të cilën e zhvendos ai trup. Plotësisht e sakt, 5 pikë. Pyetja e 5 për ekipin e klasës 7-3. Formulat për fuqi janë A barazime P barazime A thyë për T, nën B P barazime F rësë thyë për T, nën C P barazime F herë V dhe nuk e di. Po ose jo, është fjala për formulën për fuqi nga 3 kërkesa. A janë të sakta apo jo? Ne mendojmë se janë të sakta. Plotësisht e saktë. 5 pikë për ekipin e klasës 7-3. Me vazhdim, pyetja 5 të kam mbaruar. E kem një pikë muzikore. Laureta Bega është në zonë se e klasës 7-1, sa për me marë frym pak ekipet garuse.
Faleminderit Laureta. Me radhë është pyetja e 6 për ekipin e klasës 6-1. Sistemi internacional është formuluar nën A në vitin 1940 në konferencën e 10 ndërkombëtare, nën B në vitin 1960 në konferencën e 11 ndërkombëtare dhe nën C nuk e di. Cila nga kërkesat është e saktë? Asnjëra nuk është e saktë. Sistemi internacional është formuluar në vitin 1976 në konferencën e 11 ndërkombëtare të mbajtur në Sevër afër Parisit. Plotësisht e saktë, 5 pohena. Nuk ka pas kërkesë të saktë. Vazhdojmë. Pyetja e 6 për ekipin e klasës 6-3. Në figurën më poshtë thuani nën A observimet, nën B konceptet, nën B konceptet, nën C caktoni parametrin dhe nuk e di. Sidomos te parametrit keni kujdes. Po shifët figura mund të gritet më larg pak pyetja ti Erza. Figura më lart, edhe pak, mirë. Çfarë shifni në këtë figurë? Çfarë shifni? Koha është. Çfarë shifni? 2-3. Në figurë shihet një enë e mbushur me lëng, me ujë të nxehtë, po ashtu shihen edhe 3 kapilar, të cilët janë të mbushur me lëng të ndryshme. Çfarë lëngje janë ato? Shikoje ato pishe syni. Në kapilarin e parë shihet lëng apo alkohol, në të dytën shihet vaj glicerine dhe në të tretin ujë. Konceptet? Bimimi i lëngjeve. Po. Në të njëjtën temperaturë lëngjet bimehen ndryshe. Po. Edhe parametri cili është shkaktari? Shkaktari apo parametri është temperatura. E saktë, plotësisht e saktë. 5 pikë për ekipin e klasës 6-3. Pyetja e 6 me radhë për ekipin e klasës 7-2. Fuqia e një force është. Cila nga kërkesat është e saktë dhe duhet ta lexoni. Ne mendojmë që përgjigjja e saktë është nën A, po e barabartë me A thye për të, ose ndryshe fuqia është e barabartë me hersin e punës me kohë. E saktë 5 pikë. Vazhdojmë me pyetjen e 6 me radhë për ekipin e klasës 7-3. Kjo pyetje thot kështu: çdo trup i zhytur në lang, nën A fiton në pesh, nën B humb pesh, nën C mbetet pesha e njëjtë, nën D nuk e di. Cila nga kërkesat është e saktë? Ne mendojmë se çdo trup i zhytur në lang humb pesh, këtë pra zbatohet ligji i Arkimedes. E saktë 5 pikë. Pyetja e 7 me radhë për ekipin e klasës 6-1. Figurat më poshtë paraqesin lloz me kratë të barabartë, nën B lloz me kratë të ndryshëm, nën C nuk e di. Është fjala për këto dy figurat më poshtë. Figurat më poshtë paraqesin lloz të barabartë apo lloz me kratë të ndryshëm. Shikoni figurën, observoni. Cila nga kërkesat është e saktë? Figurat më poshtë paraqesin lloz me kratë të ndryshëm. Gabim është, nuk është e saktë përgjigja. Këta janë lloz me kratë barabartë, mëse jek pyetjen.
Vajzo, Eza. Vetëm se ndryshojnë peshat në dy anët e krahit. Nuk janë e ekuilibra. Shifni? Krahët kanë të njëjtë. Nuk është e saktë, 0 pikë. Vazhdojmë me pyetjen e 7 me radhë për ekipin e klasës 6-3. Të gjitha ndryshimet që ndodhin në natyrë dhe në trupa fizik quhen nën A, lëvizje mekanike, nën B, dukuri natyrore, nën C, nuk e di. Cila nga këto kërkesa është e saktë? Unë mendoj se të gjitha ndryshimet që ndodhin në natyrë dhe në trupa fizik quhen dukuri natyrore. Po si është e saktë, 5 pikë. Vazhdoj me pyetjen e 7 me radhë për ekipin e klasës 7-2. Dy forca me intensitet të njëjtë veprojnë në sipërfaqe të ndryshme. Në cilën sipërfaqe është shtypja më e madhe? Nën A, në sipërfaqen e vogël, nën B, në sipërfaqen e madhe dhe nën C nuk e di. Ne mendojmë që përgjigjja e saktë është në A, në sipërfaqen e vogël. E saktë, 5 pikë. Për ekipin e klasës 7-2. Pyetja 7 me radhë për ekipin e klasës 7-3. A janë të sakta barazimet? Nën A, 1 mikrowatt i barabartë me 10 fuqin minus 6 watt. Nën B, 1 megawatt i barabartë me 10 fuqin 6 watt. Po ose jo? Pyetja për klasën 7-3. Ne mendojmë se dy opsionet janë të sakta. Plotësisht e saktë, 5 pikë. Pyetja 8 me radhë për ekipin e klasës 6-1. Kjo pyetje shtrohet kështu. Në figurën më poshtë thuani observimet, konceptet, caktoni parametrin dhe nëse s'keni kërkesë, përgjigje nuk e di. Figura shifët, a mund e vrejnë ekipi klasës 6-1, po shifët figura, 2-3 observime, 2-3 koncepte, parametri, duhet ta dini. Shkaktari, që ka ndodhur dukuria është parametër. Ani dur trokitje për këta fëmijë, për këta nxënës, dita tyne o sot, një qershori, që ashtu të banu mend. Qfar observime, qfar shef figur, a shkojmë radhazi, are qka po vrejnë këto, 2-3 observime, hajde ekipi 6-1, koha është? Një dinamometer, Po? që po tërheq një trop, Po? që ka lartë masë 1 kilogram. Po? U kry? Po shifët, hajde konceptet. Konceptet, forca e fërkimit. Po? Po? Një koncept është? Do të me pas Forca e madhe, tjetër edhe një koncept po vynë. Edhe një koncept po vynë. Observo, hajde, thuje. Pe matë forcën e fërkimit dinamometre. Po, bukur, cili është shkaktari këto? Shkaktari është forca e fërkimit që nuk po e la me... Plotësisht e saktë, 5 pikë. Vazhdoj me pyetjen e 8 me radhë për ekipin e klasës 6-3. Trupat më poshtë në formë kubi janë. Nën A, qka kanë të njëjtë? Nën B, qka kanë të ndryshëm? Nën C, nuk e di. Qka kanë të njëjtë? Qka kanë të ndryshëm? Qka kanë të njëjtë ta trupa? Këta 3 trupa kanë të njëjtë formën. Qka kanë të ndryshëm? Tjetër të formë. Lëndër me të cilën janë të mbushur. Nuk është e saktë, 0 pikë. Përgjigjen e japon. Këta trupa
të njëjtë e kanë vëllimin, mallësinë. Jo? Të ndryshme kanë peshën sepse janë pe lëndëve të ndryshme. I pari është alumin, plomb dhe ujë. E qartë? 0 pikë. Vazhdoj me pyetjen e 8 me radhë për ekipin e klasës 7-2. Kjo pyetje është rrodh kështu. Janë shënuar 6 H2O. Nën A. Numri 6 çka tregon? Nën B. Numri 2 çka tregon dhe si quhet? Nën C është kërkesa, nuk e di. Numri 6 çka tregon? Është pak ka të bëjë me lëndën e kimisë, mirë po. Klasë 7 jeni. Numri 6 para një formulën kimi çka tregon? Ne mendojmë se numri 6... Një fjalë është. 2, 1, 2, hajde, çka tregon? Çka mendojmë ne është se numri 6 tregon numrin e molekulave, ndërsa numri 2 numrin e atomeve. Si quhet numri 2? Quhet poshtë. Indeks, e sakt, pak po? E sakt, plotësisht 5 pikë. Indeksi tregon numrin e atomeve që marrin pjesë në reakcion kimik. Vazhdojmë pyetja 8 me radhë për ekipin e klasës 7-3. Kjo pyetje thot kështu. Shikoje, nën A është kërkesa. Shpejtësia e një trupi është 20 metra në sekond. Nën B, forca e një trupi është 200 Newton. Nën C, nxitimi i një trupi është 30 metra sekond katror dhe nën C është klapë e madhe. 20 metra mbi sekond, 200 Newton, 30 metra sekond katror, çka janë? Çka janë këto? Çka janë këto? Unë di që këtu ka nxënës të mirë, sepse jenë të zgjedhur, jenë shëmbullor. Çka janë? 10-15 sekonda. Mendojnë se janë vlera numerike dhe njësitë përkatëse të tyre. Çka tregon vlera numerike dhe njësia përkatëse? Pa tjetër është kjo pyetje me si e thonë atë. Çka tregon? Vlera numerike dhe njësia përkatëse një masje fizike tregon. Është një fjalë që e përkufizon këtë. Është? Shkencëtarisht e keni thonë mirë, ama po vynë që e shprehje. Mendoni të vektorët. Tregon? Komisioni po informon se koha ka kalu, por me juve, me komisionin, këta thanë, këto vlera tregojnë vlera numerike dhe njësinë përkatëse, aja është? Janë të ditë, nuk janë të e thonë, janë? Me i fillon, se ke thonë? Intenzitet, e sakë, 5 për 1. Pa intenziteti tregon vlera numerike dhe njësinë përkatëse të asaj masije fizike. Do me thonë, ato ishin intensitetet e atyre masive që unë i përmenda, ishin pyetje. Vazhdoj me pyetjen e 9 për ekipin e klasës 6-1. Forca prej 1 Newtoni është ajo forcë me të cilën toka tërheq trupin me masë. Nën A 200 gram, nën B 100 gram, nën C 1 kilogram ose nuk e di. Forca për 1 Newtoni është e forcë me të cilën toka tërheq trupin me masë. Ne mendojmë se përgjigjja e saktë është 9C. Cila është ajo? 1 Newton është e barabartë në 1 kilogram. E saktë, 5 pikë. Pyetja 9 me radhë për... Jo, a? 1 Newton është... një du të rokitje do të më këthy për e natë. Po, 1 Newton është 100 gram. Në me thamë 0 pikë shkojnë, 6 tani. Ani du të rokitje, edhe këtyne edhe mua. Pandejt komisioni shumë.
Mendova se është 1 kilogram, por është 100 gram një newtonër. Saktë është 102 gram një newtonër është i barabartë. Mirë, faleminderit shumë. Faleminderit komision shumë. Vazhdojmë me pyetjen e 9 me radhë për ekipin e klasës 6-3. Kjo pyetje thotë kështu: Vëllimin e një copë guri mund ta gjejmë në A vetëm në mënyrë matematikore, në B vetëm në mënyrë eksperimentale dhe matematikore, në C vetëm në mënyrë eksperimentale, në D nuk e di. Cila nga këto kërkesa është e saktë, në A, B, C apo D? Vetëm ekipi, dikush nga ekipi flet. E kuptoni pyetjen? Vëllimin e një copë guri mund ta gjejmë. Ne mendojmë se përgjigjja e saktë është në B vetëm në mënyrë eksperimentale dhe matematike. E saktë, 5 poena. 5 poena për ekipin e klasës 6-3. Pyetja 9 me radhë për ekipin e klasës 7-2. Vektorët karakterizohen vetëm me në A intensitet dhe drejtim, në B drejtim, kohje dhe intensitet, në C nuk e di. Pyetja për klasën 7-2. Vektorët, ne mendojmë se përgjigjja saktë është në B, vektorët karakterizohen vetëm me drejtim, kohje dhe intensitet. Përgjigjja e saktë, 5 pikë. Vazhdojmë me pyetjen e 9 me radhë për ekipin e klasës 7-3. Instrumenti për matjen e shtypjes atmosferike është në A manometri, B termometri, C hektometri, D barometri, E nuk e di. Atëherë ne mendojmë se instrumenti për matjen e shtypjes atmosferike është barometri. E saktë, 5 pikë. Pyetja 10 me radhë për ekipin e klasës 6-1. Këta 3 trupa janë copa guri, si shifen figura atje. Kanë në A masa të njëjta, B vëllim të ndryshëm, C pesha të njëjta, D nuk e di. Cila nga këto 4 kërkesa është e saktë? Gati. Këta tre trupa mendojmë që kanë vëllim të ndryshëm. E saktë, 5 pikë. Vazhdoj me pyetjen e 10 për ekipin e klasës 6-3. Formula për shpejtësi është në A V barazi me S mbi T, B barazi me V barazi me S rë T, në C V barazi me A rë T, nuk e di. Nëse e thu cila nga kërkesat është e saktë, duhet ta lexosh dhe çka do me thonë. Edhe njerë, cilën nga kërkesat e thu që është e saktë, duhet ta lexosh dhe çka do me thonë. Pyetja për klasën 6-3. Përgjigja e saktë është në A, shpejtësia është e barabartë me hersin e rrugës dhe të kohës. Çka do me thonë? Shpejtësia është në përpjestim të drejtë me kohën dhe në përpjestim me rrugë. Me përpjestim? Të drejtë me rrugën në përpjestim të drejtë. E saktë, 5 pikë. Vazhdoj me pyetjen e 10 me radhë për ekipin e klasës 7-3. Në qarkun elektrik janë lidhur në A. Çka është lidhur dhe si? Në B, nuk e di.
Çka është lidhur dhe si nën B nuk e di. Në këtë qark elektrik është i lidhur burimi me voltmetrin, ndërpresin, shpenzuesin dhe ampermetrin. Voltmetri lidhet paralel me shpenzuesin, ndërsa ampermetri në seri apo Nëse është sakt, 5 pikë. Vazhdojmë me pyetjen e 10 për ekipin e klasës 7-3. Kjo pyetje shtrohet kështu. Të lexohet formula dhe tregon çka do të thotë. Kjo formulë tregon se energjia potenciale barabartë me fillimin e masës, nxitimin gravitacional dhe lartësisë. Çka do të thonë? Do me thënë se energjia potenciale varet nga masa, nga nxitimi gravitacional dhe nga lartësia. Në çfarë përpjesimi është me këto tri masi fizik? Atëherë është drejt. Kjo është sakt, 5 pikë. Na shkoj pjesa e parë e këtij kvizi nga 10 pyetje. Të shikojmë se si qëndrojnë numri i poenave. Ekipi i klasës 6-1 ka të buar 35 pikë. Ekipi i klasës 6-3 gjithsej 45 pikë. Ekipi i klasës 7-2 50 pikë. Dhe ekipi i klasës 7-3 50 pikë. Do me thënë në pjesën e parë i kemë 2 ekipe që kanë numër të njëjtë të pikëve. Ne u kuptuam në fillim se duhet vazhdojt me këto 2 ekipe, 2 paralele, me nga 3 pyetje plotësuese e pastaj do të shohmi çfarë është rezultati. Ndërsa mbesin mbrapa e 6-3 dhe e 6-2. Vazhdojmë me pyetje plotësuese me ekipin e klasës 7-2 dhe 7-3. Pyetja e parë plotësuese për ekipin e klasës 7-2 është: Ne mendojmë që përgjigjja e saktë është vetëm ta parashtrojmë pyetjen. Ndryshimi i potencialit elektrik quhet nën A intensiteti i rrymës, nën B tension, nën C nuk e di. Cila nga kërkesat është e saktë? Atëherë edhe një herë, ne mendojmë që përgjigjja e saktë është nën B tensioni. Nën B tension e saktë 5 pikë. Vazhdoj me pyetjen e parë plotësuese për ekipin e klasës 7-3. Ampermetri është instrument që mot intensitetin e rrymës elektrike, tensionin e rrymës elektrike, rezistencën e rrymës elektrike, shpenzuesin elektrik e nuk e di. Cila nga këto kërkesa? Atëherë, ne mendojmë ampermetri është instrument që e mat intensitetin e rrymës elektrike. E sakt, 5 pikë. Vazhdoj me pyetjen e dytë plotësuese për ekipin e klasës 7-2. Formula për sasinë elektrike të intensitetit rrymës elektrike është: nën A, Q barazi me I herë T. Lexoje dhe çka do të thotë. Lexoje dhe çka do të thotë. Sasia elektrike është e barabartë me prodhimin e intensitetit dhe kohës, që do me thënë se sasia elektrike është në përpjestim të drejtë me intensitetin dhe kohën. Nëse rritet intensiteti dhe koha? Nëse rritet intensiteti dhe koha? Nëse zvoglohen ato? Plotësisht e saktë, 5 pikë. Vazhdoj me pyetjen e dytë plotësuese për ekipin e klasës 7-3. Ligji i Ohmit e jep marrëdhënien nën A në mes të tensionit dhe intensitetit, nën B në mes të rezistencës, tensionit dhe intensitetit, dhe nën C nuk e di. Cila nga këto kërkesa është e saktë? Atëherë ligji i Ohmit jep marrëdhënien në mes rezistencës, tensionit dhe intensitetit. Plotësisht e saktë, 5 pikë.
Pyetja e tretë plotësuese për ekipin e klasës 7D. Me rritjen e përqendrimit të gazit, zvoglohet shtypja, nuk ndron shtypja, rritet shtypja, nuk e di. Cila nga këto kërkesa është e saktë? Pyetja për ekipin e klasës 7D. Është pyetja e tretë e fundit plotësuese. Pastaj shohmi rezultatin. Gati. Ne mendojmë se ju rritet shtypja për shkak se te përqendrimi i lëndës. Plotësisht e saktë, 5 pikë. Pyetja e tretë plotësuese e fundit për ekipin e klasës 7-3. Nxitimi gravitacional e ka vlerën G 9.81 gjaul mbi kilogram, G barazi me 9.81 metër mbi sekond katror, 9C nuk e di. Nxitimi gravitacional e ka vlerën 9.81 metër thye për sekond. Esakt, 5 pikë. Ti mbledhim poenat, gjithsejt e 7-2, 50 plus 15, sa bojnë shënëje? Gjithsejt pike 7-3. Tash vazhdojmë vetëm nga një pyetje plotësuese, derisa ta gjejmë klasën më të mirë. Vendin e parë këtu. Një duhet trokitje për këta gjans. Këto janë pyetje shtesë, pyetja e parë shtesë për ekipin e klasës 7-2 shtrohet. Njësia për forcë është Newtoni. Në A, 5 deka Newton sa Newton kanë, në B, 1 deci Newton sa Newton ka. Gati? Gati? Koha. Cila është përgjegjja? Te 5 deka Newton, deka... Sa Newton i kanë? 50 Newton. B, 1 deci Newton, sa Newton i kanë? Është Newton minus 1/10 e Newtonit. 1/10 e Newtonit, e saktë. Ose 0.1. Plotësisht e saktë, 5 pikë. Vazhdojmë pyetjen e parë shtesë për ekipin e klasës 7-3. Lëvizje të një trashme televizore quajmë, duhet të thoni dhe të merrni një shembull. Çka quajmë lëvizje të një trashme televizore? Dhe një shembull. Atëherë, lëvizjet të një trashme drejtvizore quajmë ato lëvizjet të cilat në interval të kohës të caktuar kalojmë rrugë të barabarta. Për shembull, për 1 sekond 1 metër, për 2 sekonda 2 metra dhe për 3 sekonda 3 metra. Pak si plotësim, a ndryshon shpejtësia? Jo, shpejtësia... Plotësisht e saktë, 5 pikë. Pyetja e dytë shtesë për ekipin e klasës 7-2. Cila nga këto shprehje është e saktë? Janë 3 opcione plus nuk e di, dhe cila nga këto mallësi fizike kryen punë? Ani duhet trokitje për këta nxënës. Në periud pak atmosfera është një qërshori që ashtu është planifiku. Shtata 2. Cila nga këto shpreje është e saktë?
Ne mendojmë që përgjigjja saktë është nën B, A e barabartë me forca. Cila nga këto mallësi fizike kryen punë? Forca. Plotësisht e saktë, 5 pikë. Vazhdoj me pyetjen e dytë, shtesë për ekipin e klasës 7-3. Llozi shërben që me një forcë sa më të madhe të ngresin trupa me peshë më të madhe, nën B, që me një forcë sa më të vogël të ngrisin trupa me peshë sa më të madhe. Nën C nuk e di. Cila nga këto është e saktë dhe lexoje? Ne mendojmë që llozi shërben që me një forcë sa më të vogël të ngrisim trupa me peshë sa më të madhe. Plotësisht e saktë, 5 pikë. Pyetja e tretë, shtesë për ekipin e klasës 7-2. Punën që kryen trupi është 2 gjaun, brenda kohës 2 sekonda. Atëherë, fuqia e trupit është 2 watt, 1 watt, nuk e di. Përgjegjja cila është? Përgjigjja e saktë është nën B. Sa? 1 watt. Plotësisht e saktë, 5 pikë. Pyetja e tretë, shtesë për ekipin e klasës 7-3. Dëgjoje, 2 ciklista shkojnë pas kamionit, ndërsa 2 ciklista tjerë shkojnë paralel me kamionin. Nën A, kërkesa. Në cak të parët mbrin ciklistët paralel me kamionin. Nën B, në cak të parët mbrin ata pas kamionit. Pe kuptoni pyetjen? Përcjellom. Është fjala për kamionin, rrugës. Në një anë janë 2 ciklista paralel me kamionin, ama janë mbrapa kamionit 2 ciklista. Kanë me shku me një cak, po në intereson, a ciklistat paralel me kamionin mbrin në cak, a ciklistat pas kamionit. Ju lutem, janë momentet fundit, i dur trokiti, ajde. Cilë ciklista mbrin të parët në cak, ata paralel me kamionin, ata pas kamionin. Gati, pyetja për klasën 7-3. Gati, koha. Koha. Atëherë ne mendojmë që është në cak të parën bërin ciklistët paralel me kamionin. Jo, nuk është e saktë. Nuk është e saktë, i dur trokitje. 0 pikë, 0 pikë. Aty në paralel, ju pengon rezistenca arit, plus e kamionit që donojnë, atyre ju ndihmon kamioni se arin e ngrejt me veti, plus me një forcë mrapa rezistuse. Ata bile shumë pak lodhën. Përgjigjja nuk ishte e saktë, 0 pikë. Shkuam në 4 pyetje, sa? 3, shtesë. Si pas rezultateve, vendin e parë e zë ekipi klasës 7-2 me 80 pikë. Vendin e dytë e zë ekipi 7-3 me 75 pikë. Vendi i tretë atje mbetet ekipit klasës 6-3, ndërsa ekipi klasës 6-1 zën vendin e 4. Një dur trokitje për të gjitha ekipet, sepse vërtet të gjithë ishin mirë. Vërtet të gjithë ishin të mirë. Ju mund të aversoni këte. Ju falenderit. Ne i falenderum ma herët donatorët, edhe ata në kanë ndihmuar jo vetëm kësaj radhe,
por po ju informoj kështu sipërfaqësisht se që nga viti 92-93, gjithsesi në fund vitit 92, janë bajt para luftës 16 kvize të tilla, në kushte rrethana që i dini ju, edhe na populli jonë që e dim çfarë kushte. Kjo është kvizi i 5, është i 3 me radhë pas luftës për ditën ndërkombëtare të fëmijëve 1 qershorit. Ne duhet të rkite edhe një herë për ta fëmijë. Komisioni që është formuar me ato mjete ka përgatit dhurata për këta nxënës, por që komisioni do t'i zgjedh edhe 3 nxënësit më të mirë që ata kanë një shpërblim të veçantë. Kam knatësinë ta thras drejtoresën e shkollës Ironim Derada Selvete Hajrullahu që shpërblimet për nxënës t'ju shpërndajnë nxënësve sipas vendeve. Për klasë më të mirë janë shpërblimet veçanta, që zuri vend e parë klasa e 7-2 me 80 pikë. Ndërsa komisioni besoj që i ka zgjedhë 3 nxënës pak më të dalluar, kërkojnë kohë pak. Ato pasane, të fundit ato, të fundit. Ato janë të fundit. Po kanë pak bukur problema, po? Atëherë, edhe pse e patëm pak si të vështirë, për shkak se gjithë nxënësit ishin shumë të mirë dhe shumë të zgjuar në këtë drejtim. Mirë po na, në bazë të vlerësimeve, besom na shumë të drejta, u munduam ta zgjidhim nxënësin që me të vërtet dha një sukses më të madh në pyetje. Atëherë, po fillojmë nga vendi i tretë. Vendin e tretë e zë nxënësi nga e 6-3, Endret Berisha.
edhe pse këta të tre ishin shumë të mirë po dhe një fshetësi që na e dalluam këtu në komision, është se nxënësi Gent Krasniqi ishte shumë aktiv dhe gjithkohën i jepte përgjigjet mirë po fati që ai me zë nuk e shprehi atë. I urojmë, fjala është për Gentin. Atëherë shkoj me vendin e dytë. Vendi dytë i takon klasës 7A3 dhe nxënësit Fëllënza Hyseni. Nxënësës Fëllënza Hyseni. Urime, Fëllënza. Suksese. Let janë donë. Eduard Trokitje. Shkoj me vendin e parë, atëherë, vendi i parë i takon klasës 7A2 dhe nxënësit Florian Halimi. Urime, shumë suksese. Kemi përgatitur edhe për komision nga një dhuratë, që të mbani mend këtë kviz të fizikës, për komisionin Bani Dur Trokitja, po. Faleminderit shumë për juve që keni qenë prezent në këtë quiz. Tash jeni të ftuar në një koktel të shkolla. Me këte përfundojmë kvizin të turist të 20 me radhë, miropafshim në kvizet tjera.